A është profesionale që kjo sjellje për një trajneri? Po besoj që krejt ju që përcjellni sportin dhe jo vetëm e keni pasur video reagim të trajnerit të rilindjes Faruk Statovci. Edhe me gjas ndonjë vendim i gjyqtarit e ka çu në një nivel tjetër të sjelljeve. Sharje drejtuar gjyqtarëve, por edhe veprime të cilat nuk duken normale për një trajner. Për një fakt interesant, Faruk Statovci vetë është kthy për një dënimi që i ka bërë Federata e Futbollit të Kosovës për shkak të sjelljeve të tij ndaj gjyqtarëve. E për më tepër, hala pa u bë 24 orë prej kësaj video që u bë shumë virale, Faruk Statovci ka qenë mysafir në një prej emisioneve dhe televizioneve më të shikuara në vendin tonë, duke normalizuar situatën sikurse s'ka ndodhur asgjë. E kishe harruar dje në stadium edhe masovën të zyra. Përveç se është trajneri i ekipit të rilindjes, është edhe asistent tek kategoritë U15. Po muj me para mendu kur një prind e shikon që të video edhe vendos me çu fëmijën e tij me ushtru trajneri Faruk Statovci. Thelbi i kësaj video është që Federata e Futbollit të Kosovës po dhe institucionet të tjera duhen me marrë dënime të rrepta ndaj njerëzve që bëjnë veprime të tilla në fushë. Që po ja tregoj një shembull çka ka ndodhur para disa javëve në Ligën e Francës. Trajneri Paulo Fonseca i Lyonit i është afruar gjyqtarit ball për ball. Edhe pse është ndëshkuar me të kuq, ka vazhdu fjalosjen, megjithatë dënimi për të ka qenë shumë i rreptë. Për 9 muaj ai është ndaluar që ta ushtroj profesionin e trajnerit në Francë. Nëse kishim krahasuar me shtetet e tjera, një trajner që kishte bërë veprime të tilla nuk kishte pas hapësirë mediatike mu shfaqsu për veprimin që e ka bërë. E për më shumë video si kjo, na pëlqeni në krejt rrjetet sociale dhe bëni subscribe në YouTube Radio Urban FM 103.5.